Mirëmbrëma të dashur shikues të televizionit Shpresa. Sot në studio kemi të ftuar profesor Pullum Pilinçi. Profesor, përshëndetje. Përshëndetje. Dorëzohet SPAK, Velia i Drejtë Lirisë, vendimi që tronditi politikën. Profesor, ju keni thënë disa herë që zoti Veliaj nuk del nga burgu, por këto ditë mediat flasin për këtë mundësi. Ju vazhdoni të mbani të njëjtin qëndrim? Mirëmbrëma të dashur shqiptar. Mizat e kalit kanë filluar dalën, e kanë fjalën për gazetarët, e kanë fjalën për ata që gjoja din, bëjnë intervista. Kanë filluar llamatisin që Velia do dali. Unë kam thënë jo vetëm Velia, po e ema e shoqja i vllai dojnë në burg. Po ata e kanë kuptuar jo ndryshe, po e bëjnë qëllimisht ata analistat. Ata dashamirësit e sigurimit të Shqipërisë, që ju i dini më mirë se mua dashur shqiptar, i shihnin për televizore 30 e 40 të njëjtit fytyra. Të njëjtit fytyra bëjnë plane, sidomos dhe ai Fevziu, mbrëm e pat dhe vet, ai Batoni, plane të dynjat bënin, si kur dini, kush i këvodhi parat e rruve, kush i beri, si ka vjedh njeri. Dal në pyetje gazetarës që thot, gazetarja ka dëgjuar, i shkoj dhe unë, e njeri që nuk di të dashur bashkëdhetar në beson, do dali. Velia nuk ishte që ndej 8 orë resht, a ishte në gjykatën e Kushtetutës. Në Kushtetutën ishte Velia qëllimisht për të ndryshuar sipas rregullit që ishte, sepse si bashkia dhe kryeministri qëllimisht për të eliminuar Velian, se Velia çdo ditë i nxirrte gjëra, së bashku me një të quajtur president e marr nga rrugët, e vendosur e shkarkuan, do me thënë presidenti i Amerikës që është kryetari Kushtetutës. Ata janë 8 në Kushtetutë dashur shqiptar. Unë kam thënë që 5 nga ata janë bashkëpunëtorët e Soros. Bashkëpunëtorët e të dy krave anti-shqiptare. Ai dhe sidomos ato 5 veta, 3 femra e 2 meshkuj, s'kishin ku shkonin, thanë e rrëzuan Kushtetutën e presidentit kryeministrit. Kurse 3 nga ata, të Soros, si mos ai Ibrahimaj, që janë bashkëpunëtorët, kanë qenë dhe janë së bashku me Salin, së bashku me Edi Ramën, bashkë me avukatët e atyre që flisin aty për qartë, Velia e fitovi jo të dal nga burgu, e fitovi të quhet kryetari i Bashkisë të Tiranës. A e mbani mend dashur bashkëdhetar shqiptar që u thash nuk ka zgjedhje për bashki? Unë ashtu u thash nuk ka zgjedhje dhe 11 maj. Nuk është zgjedhje, arestime. Arestimet filluan. E për Tiranën nuk ka zgjedhje, se po të kishe zgjedhje për Tiranën, po e them përsëri publikisht. Shpresa e Kombit, partia e Shpresa e Kombit do të ishte kryetari i Bashkisë të Tiranës. E do tjetë kryetari i Bashkisë të Tiranës kur të bëhet me vete çdo gjë. Pra të dashur shqiptar, ai nuk del. Ai e bëri këtë, i ka hapur propagandën. Qëllimisht. Dhe kjo u bë, po nuk shoh fytyrat e gazetarëve që kanë dalë, dhe klani i klaneve,
që thrisin e bërtesin që e nxirrinin që nuk është vjedhur gjë në për tunel. Pra, gazetari, jo ky që s'del, po e ka radhën e ema, e ka radhën e shoqja, e ka radhën i vëllai, për dëmet që i kanë krijuar këti kombi, për vjedhjet që kanë bërë, sepse kanë qenë me plaçka të rrugëve Vishqin. Sot, spaku që e keni dëgjuar ju të dashur shqiptar që thot, sipas jush, se ai ishte dënuar për fustanet e kostumet e gruas, e gjiglat e gruas, jo dashur shqiptar. Ai ishte dënuar sepse janë marrë parat me metro kup. Dhe kur arrestuan një gjetën shumë parat. Pavarësisht se kam tjetër vend. Pra, ai s'ka për të dalë, Edi Rama s'ka për të dalë nga burgu. Pra, gazetare, këto janë, si i themi ne, nga një anë, kur martohet njëri qaj daullja. Këta përfunduan në çdo gjë dhe kanë mbaruar dashur bashkëdhetar për çdo gjë. Këta arrestimet nuk kthehet prap. Ju e pat vetë si ishte e bërë Velia, por Velia ka thënë shumë për Ramën. Por nuk arriti të thoshte për diçka tjetër. Po, gazetar. Regjat, lutem me foton tjetër. Berisha trondit politikën. Vjen propozimi për Ramën gati ndryshimet e reja. Profesor, çfarë po kurdisin zoti Rama dhe zoti Berisha? Të dashur shqiptar, të thuash 1000 herë, po për këta që s'marrë vesh në për kafene që rrinë, edhe 2000 herë mund të thuash. Që ditën që janë krijuar partit, si PD dhe PS-ja, janë bashkë. Bilim e kam thënë që në fillim, PD-ja ka qenë me hidhur se PS-ja, se ishën me gjithë spionët rreth PD-s. Agent, spion që dëgjonin prapa dritareve. Pra, plani tyre e zhdukur ka kohë, ata kanë përfunduar gazetare, ata flenë veshur si Edi Rama dhe Berisha. Por ka ardhur koha që marrin nga ne, marrin nga mua, unë kam thënë dashur shqiptar, unë e kam në program, kam thënë 80 deputet dhe 41 senator. Dhe ata sot, thonë 40 senator, 78 deputet. Ata është më mirë të përgatisen ndonjë para për funeral. Sepse ata nuk kanë rrugë dalje. Unë nuk kam thënë të dashur shqiptar. Ne e bëm qeverinë teknike. E bëm me ministra moderne. E bëm me 3 drejtori. Drejtoria e policisë, drejtoria e FBI-s shqiptare, do quhet eksakt FBI-ja shqiptare. E të shihni e gërma do t'i them në fund, jo sot, do të shihni e stampën, tamam bie FBI minus shqiptare. Është inteligjenca shqiptare, CIA. Është për të mbrojtur kombin e Shqipërisë, për të mbrojtur dhe kombin tim në Amerikë. Pra, u kam thënë gjithmonë, dhe kam filluar gojat e liga këto ditë. Flasin, po thonë
ka ardhur Pilinçi dhe do bëj Shqipërinë me kufin natyror. Por presidenti nesër do t'ua them dashur shqiptar se s'kam patur kohë, e bilem nuk kam shumë kohë, duhet largojmë urgjent, jo nga Tirana, jam në Tiranë, po duhet largojmë se ashtu janë punët, sepse do arrestojnë shumë njerëz. Do t'u them eksakt, o shqiptarët e mi, unë do t'u them me dokumenta nesër, po sot po a them shkurt, se thash mbrëm do të shpjegoj një sot, po nuk kam kohë. Sa tjetë Pilinçi, Shqipëria do bëhet me kufit natyror. Dhe Pilinçi shkurt ka 50 vjet në Amerikë. Familja ime ka 300 vjet dashur shqiptar. Çdo president që është bërë në Amerikë nuk ka më shumë se mua. Po punët janë në darë në Amerikë. Kush bëhet senator, kush kongresmen, dhe kush punon për kombin. Kush bëhet për të marrë diçka, do bëhet senator, do marrë diçka. Po ata që janë të betuar, që mbrojnë kombin e Amerikës, që mbrojnë atë tokën e bekuar, që hynë miliona e miliona njerëz, lloj llumi. Ata që e mbrojnë janë të betuar. Dhe plani i Shqipërisë ka 100 vjet që është bërë. Dhe përfundon këto ditë. E them, hapur fare. Unë e kam për qeverinë. Dhe shumë shpejt, mbas 3 muaj, për çështje zgjedhje, do kaloj në presidencë. Sa ta siguroj Shqipërinë, sa t'i pasëroj shqiptarët që kanë 100 vjet që rrin pa bukë, sa t'i eliminoj këta që u kanë vrarë, kudo që të venë këtu në Tiranë do t'i sjell. Ju do t'i gjykoni. Ju do t'i bëni gjyqin popullor këtyre që u kanë bërë juve namin. Këtyre që u kanë marrë fëmijët. Këtyre që u kanë vrarë vëlla me vëlla. Këtyre që u kanë marrë tokën, ja kanë shitur një tjetri. Pra, ju do t'jini të qetë. Rrini të qetë. Do t'i dëgjoni televizorit të ditë. Do dalen shumë njerëz. Do fillojnë ndryshe të flasin për mua. Po mua, e të më lufdojnë, se ka filluar të më lufdojnë. Mua i që më lufdon, më shanë. Unë njem që ditën që kam lirë. Mua më njojnë të gjithë, pamarësisht, për hatrin e kombit tim të Shqipërisë, dola në skenë fytyra ime, se së më gjifte njëri në punin që kam. U kam thënë 1000 herë, unë kam kyç. Atë kyçin unë e marrë me vete. Në varrete, kur unë të mbaroj. Nuk jap kujt. Është kyçi që do bëhet Shqipëria. E Shqipëria do bëhet. Regjia, lutem. Kërcasin prangat, hetimet e larta, spa gati arrestimet e forta në politikë. Profesor, shikuesit tanë kanë muaj që i presin këto arrestime të bujshme. Ju vetë keni thënë që nuk ka pranga për të gjithë, pse nuk po ndodh? Dashur shqiptar, prape shoh foton interesante është, më çdo foto këta mizat e kalit futin presidentin e Amerikës, që s'ka lidhje fare me Shqipërinë. E futën qëllimisht, dashur shqiptar, hekura nuk ka për këta gazetare, për këta ka vetëm litar. Për këta ka vetëm lopat, si ato dikush
të burgosit të intrenuarit, punonin prekur udhë e me lopata i ngarkonin vagonat. Sepse këta janë llumi i llumit. Këta nuk do ngelet njeri pa arrestuar dashur shqiptar. Tani po e mirë një vesh, unë kam thënë me kohë, nuk ka patur zgjedhje, po ne i lam qëllimisht qa do organizoni. Thanë, ne i vodhë zgjedhjet. Gjora s'kuzishi njëri me tjetër. Thesët me dollar e me euro hapshin në Fier, Shkodër, Vlorë, në çdo qytet, Korç, Elbasan, Durrës e në këtë Tirani. Ishën para tuaja, që s'keni patur tru e sy. U janë tallur me juve. Asnjë nuk është tallur me ju deri më sot, këto 35 vjet, u kanë hypur me qafë. U marrë fëmijë, pa dhe këta, zbukurohen, benë me lule, çdo ditë, dhe tallen me ju, edhe futë dhe presidentin e Amerikës, si kur qanë, që a ishtë mbreti i botës, por ama s'ka punë për çështjen e Shqipërisë. Janë të ndara, punë e ka ky që shihni këtu. Për kombin tim, jo vetëm për Shqipërinë, Malezi, Maqedoninë, Çamëri që do të marrëm, po përgatitemi. Ligji ka punë dhe më gjatë, dhe më gjerë, dhe jashtë kufive tonë. Pra, erdhi koha e shqiptarëve. Mos dëgjoni me këto fotot që i nxjerrën këta anti-shqiptarët. I nxjerrën që tu përzjeni ju. I nxjerrën fytyrat akoma aty, a ish në burg, duke tretur, e nxjerrën në foto, e thonë do dalin nga burgu. Po, do dalin, thonë. Që a i siste pranë gjyqtarëve që dilte nga burgu, e kam fjallën për kryetare bashkisë. Por, ato 5 gjyqtare, pavarësi se ato nuk do donin, po detyruan. Ato e ullë kushtetutën e Shqipërisë, sepse presidenti e thevi kushtetutën, e hodhi në garbiç. Ky presidenti që ka hedhur Skënderbej, sa e vjetë turku këtu. E s'do mos edhe ai presidenti para këtij që ishte, që vdiq, e muar nga rruga, një kapter. Edhe ai e mbulon dhe Skënderbej. Pra, gazetare, interesant për fotot, po sot është e lirë të dashur shqiptar, mund të nxjerrësh çdo gjë, e në Amerikë, po jo të kërcënosh për të vrarë, mund të thuash çdo gjë. Pra, hetimet e Spakut që nuk i di asnjëri. Absolutisht asnjëri. Unë kam thënë, edhe Ballukuja, Kuvajti, zonja, Balluku, dhe disa minuta shumë, shkurt. Vetëm tha që me prezanton avokatja. Edhe ajo i di gjërat, po nuk di shumë. Edhe ajo di 20% të dosjeve. Avokat e saj. Por ajo e lojti rolin shumë bukur. Unë i bra një këshill për arsye sepse këtu janë mësuar dashur shqiptar. Kur hynë në burg këta, si Berisha dhe Edi Rama, u japën avokat të tyre, që të dinë çfarë kanë brenda, çfarë thonë. Po Balluku e lojti rolin. Pra, gazetare, arrestimet janë të papara këto ditë, jo vetëm në Shqipëri, po ka dhe arrestime në Kosovë, në Malzi, sidomos në Maqedoni ka shumë arrestime dhe shumë në grada. Rama në provën e zjarrit, Spak tund prangat në korridoret e larta. Profesor, kur zëvendës kryeministri ata arrestohet, kjo gjë do i hapi rrugë qeverisë teknike që ju keni krijuar? Gazetare, ti ke drejtë në çdo gjë, edhe unë të përgjigjem. Çdo gazetar
çdo sekser, çdo shqip folës se di që unë kam kryuar qeverinë teknike. E kam kryuar me 13 ministra dhe 3 drejtorë. Dhe jam gati pres për diçka, jam gati për të kaluar në përzyrat e reja, për t'i shërbrer kombit, për t'i qenë të gjitha ata që do punojnë në shtetin e ri, do t'jenë shërbëtor tuaj. Pra, gazetare, ne jemi gati edhe për presidencën, nëse shqiptarët e mi e dëshirojnë dhe e duan kushtetutën amerikane dhe e duan me presidencë, nuk vete asnjë muaj qeveria teknike kur të vim, sepse atë që të bën populli nuk ta bën edhe Perëndia. Është një ligj të dashur bashkëdhetar shqiptar ka vitere që është për në glob. Dhe ky vit është kështu ky ligj. Nëse një popull i një shteti do të ndryshimin e diçkae, nëse ai popull ngrihet, jo me zjarr, e thot me dorë, unë jam dakord, s'duam president, duam kryeministër, automatikisht shkon në votim për kryeministër. Nuk duam kryeministër, duam si Amerika me president, automatikisht. Po kujt i marrëm lejen ne më dashur bashkëdhetar shqiptar? Ti marrëm lejen e Evropës, që Evropa na ka captuar copa. Ti marrëm lejen e luftës dytë botore, Churchillit dhe Stalinit, e englezëve, edhe rusëve, që jo na coptovi, po ja dha dhe Kosovën sërbëve. Dhe Shqipërinë i solli Miladin, Popović dhe Dushanët, solli 2, i bëri 2000, që këtu për spiuna janë të mërshme. Në të gjithë botën të bredhësh, në Shqipëri i ke pa para. I bëri Miladina me mira, i vrau intelektualit, e vrau Mirditën, e vrau Kuksin, Tropojën, e vrau Labrin, Gorën, Korçën, i Trenovi, ja pra dashur shqiptar. Këto fytyra edhe thonë për qeverinë teknike. Ne e kemi bërë qeverinë teknike me sukses, vërtet me sekretar, ata janë quhen ministra sipas gjuhës shqiptare për një kohë të shkurtër, pa ata sekretar shteti, pra ne e kemi bërë qeverinë teknike. Dhe po flas një fjalë shqip si i themi ne, s'ka burr nene që ne na pengoj njeri në botë. Mua s'pengoj dot Evropa, jo këto mizat e kalit që këto i shtyp shumë shpejt. Gjë tjetër? Tensionet me Ramon. Balluku e braktisur nga grupi socialist në lamtumirën e Fatos Nanos. Profesor, gjatë ceremonisë për zotin Nano, zonja Balluku u pa e mënjanuar nga zoti Rama. Është kjo prova që zoti Rama ka lëshuar zëvendës kryeministre? Zoti Rama nuk e ka lëshuar zëvendës kryeministre, zëvendës kryeministrja të dashur shqiptar e lëshovi. Unë e thash para se atë vite në gjyq. E thash, nëse merë këshillën time, ma të gjoni me kujdes, shko vetë, dorëzohën e spaku, bërë demin që ke bërë, të marrësh demin që ke bërë, po të marrësh një avokat që ti e di vetë. E kishe fjallën për të motrë. E bërë atë punë, Edi Rama nuk ka ma nga i mërë të dhena. A më bani me dashur shqiptarë këta shqip folësit, gazetarët, analistat që thoshin spaku e ka Edi Rama. Spaku nuk e di fare qa bed në spak. Atë e di byroja kombëtare. Pra, e shini vetë dhe fotoat të
tregon të dashur shqiptar, $1 milion kushton kjo foto. Ajo është e menduar, me dorë në zemër, dhe i shikon të gjithë mitë të quajtur mitë e saj, shokët e saj, e shoqet e saj, që i kanë ndihmuar, disa e kanë ndihmuar më përpara, po kjo ka vite që i ka bërë, i ka afruar dhe ministre dhe fuqin që ka patur në kryeministri, e vetmja kryeministër nga këto 35 vjet është Balluku, zonja Balluku, që ka patur më fuqi, më pasuri, më para. Që kur ke para, ke dhe miq. Pra, i shëgonte që nga arkivoli, nga koka e të ndirit nano, i shëgonte shokët e saj dhe shoqet e saj që e lanë si binjan. Po ajo e bëri punën e saj. Të dalë në fjala e gazetares që thot Edi Rama e largoi. Ajo është larguar vetë. Sepse ajo qelsin të Edi Ramës, që Edi Rama i ka zinxhirët dhe përkembë, po pengohet ka 1-2-3 ditë, nuk është më normal, ai s'ka qenë normal me kohë. Pra, zonja Balluku edhe u thamë në fund atyre, do t'u jap një kafe të gjithave. Do të thotë, të gjitha ato ministret që shisin mendje, edhe që janë ja 2, që vinin Gjirokastre e thoshin ta kthehemi gjuhën spanjolle, edhe ato janë për në burg. Është do heqin. Është gjuna ndofta për gratë. Po këtë që kanë bërë ju, këto gratë, të quajtur gratë, që u kanë coptuar, u kanë vjedhur, u kanë erdhur në hundët tuaj dhe tallen me ju. Arritët të thotë në Gjirokastër që të bëjmë shkollën spanjolle. Do thoshte edhe nesër të bëjmë shkollën turke. Kush i jepte? Ajo Gjirokastër, që ka me sheku i kanë qenë në Amerikë. Ajo Gjirokastër, ajo Korçë, kultura ku ka qenë? Ajo do na sillte një kulturë në spanjolle. Të na përzjedhte me racën, si që është bërë vetë. Por aman, të gjitha do t'i paguajnë. Edhe Muzet i mendonte t'ia shiste grekëve. S'është nevoja t'i them emrin. Shqiptarët e dinë më mirë se mua. Që nga një ministër e ekonomisë kalon në gjithë ministrit. Ajo është. Ajo bën pazar. Ajo nuk i mbron dot parat që i mat me vetrokup, po buzqesh kur i fut në për tunele. Pra, shqiptarët e mi, qëndroni serios, erdhi koha e juaj, mja ndete për kafene, mja pritët nga qeli, është një kohë sot, është një shekull sot, po s'punove, po mos lëvize, blokojsh nga këmbët. Të zë sëmundje. Nuk vjen paraja në kafenet, nuk vjen paraja në thashethemet, më tha i thash të tha i thash. Ne shqiptarët kemi një zakon, kemi disiplinë në familje. Ne shqiptarët dikur, kur vinte njëri gëzoshin të gjithë, a ishini të dashur shqiptar. E nëse ke fëmijë, nuk e do të dhivi më derët. Se s'ke që ati japsh, sepse i ke pirë, piraki, pi kafe, pi cop kafe kaq 10 herë në ditë. Lëvizni pra. Përin që kërkon të lëvizni,
të ngriheni, të vini këtu, e të thoni kam një fëmijë, ka këtë profesion. Jam vetë të thot, kam këtë profesion. Jam kuzhiner, jam inxhinier, jam doktor, e kam fëmijë larg. Ku më zë një punë? Jam pa shtëpi. Ku të marrë shtëpi? Pra të dashur shqiptar, erdhi koha e fundit me këta. Këta kam përfunduar çdo gjë, po unë pres nga ju. Unë pres nga ju që të vini në Sauk. Në këtë Sauk që dikur ka çliruar Tiranën. E në këtë Sauk ne e bëm qeverinë teknike. Që ky Sauk janë 4-5 familje, 4 familje që e kanë patur tërë Tiranën. Jo toptanët që e kanë vjedhur Tiranën. Janë 4 familje që kanë mbajtur. Pra, ne qëllimisht e bëm këtu zyrën në këto familje që dikur kanë bërë shkollat e para të Tiranës dhe për familjet e tyre. Pra të dashur shqiptar, më janë det dhe për kafene. Nëse ju do rini në kafene, në ato kafene do ngeleni. Pamarësisht se jam i bindur s'do ketë më kafene. Se do ketë punë, drejtësi dhe do ketë një ligj. Ai ligji para se të dilni nga dera duhet mendoni mirë. Dhe unë që më shihni jam mësuar me ligj. Para se dal nga dera kam kujdes. Se thy ligji, theve ligjin sot në botë, hyn në burg e mëzdelme. E pat vetë presidentin e Francës. Si shkoi drejt në burg. Ashtu i thash unë të shkonte dhe s'më jam pagu. Ashtu si do shkoj këto ditë me qindra. Por, më në fund, kam për t'i them një kryeministit të Shqipërisë, Edi, çdo pasar, që ke dërmend të bësh. Daq me slavët, daq me grekët, po ta them seriozisht, sy për sy, e ballë për ballë, në këtë televizor që do ngelet në histori, të vesh presa. Për ne, janë maraushka, si sërbët dhe grekët, si francezët dhe inglesët. Ne jemi shqiptarë dhe ne do t'jemi krenarë në botë. Ne nuk jemi në Ballkan, ne jemi në Evropë. Do t'u shpjegoj nesër. Nuk jemi Ballkanis, jemi në Evropë. Ne kemi krijuar Evropën, po t'i shohni hartat e vjetra që janë zënë në Vatikan, në Washington, Shqipëria është deri në Francë. Pra, me dokumenta origjinale. Pra, ajo Evropë e mallkuar do lutet, do vinë na përkullet ne. Në atë gjendje i kemi bërë. Pra, Pilinçi që po rri këto kohë këtu, nuk fle gjumë, po zbaton planet. Ato plane që i kanë bërë patriot të Shqipërisë, të 300 vjetëve. Unë ua kam thënë, nuk ua kam thënë si me tallje, o me shaka. Amerikën vërtet e zbuluan spanjollët, por e kanë forcuar shqiptarët. Dhe shqiptarët e kanë fuqinë. Kushdo që të bëhet president në Amerikë, unë e flas hap. Pak më intereson të shkoj 4 vjetë e t'i kene nga ka erdhur. Por hundët, me thënë në gjuhë shqipe, hundën punë të brendshme të Shqipërisë, të kufime natyror, nuk ka burr nënë me
t'i vëri. Përveç se shqiptarët. Jemi ne. Ta gëzojmë të dashur bashkëdhetarë. Ta gëzojmë këtë flamur së bashku me flamur amerikan. Kysht juaj. Kysht oni. Me mira vjetë. Kysht me 300 vjetë. U thash. Çdo president që të bëhet në Amerikë. Këtë që të dërgoj, pa ditur ne, askush nuk vjen. Unë kam thënë, unë nuk marr urdhër, unë jap. Pra dashur shqiptar, ngrijeni këtë flamur me çdo çati. Ngrijeni këtë flamur me çdo korridor. Ngrijeni këtë flamur nëpër makinat. Të gëzojmë ditën, të bëhet një dasmë e madhe. Një dasmë që e Skënderbeu nuk e pa. Edhe koskat e tij nuk u tretën në tokën e Shqipërisë, po janë diku në një vend tjetër. Këtu do vinë. Po aty në Lezhë, t'i sjell. Po t'i shihni dhe vetë. Ne dim shumë gjëra dashur shqiptar. Pra erdhi koha e juaj, koha e jonë vëllezër. Mja me thashe theme. Mja me mashtrime. Mja i dëgjuat televizor të gjitha ata që janë analista që flasin me lloj veshje që deri dje ishën, si themi ne shqiptarë, pa brek. Por pasurit, jo që s'do t'i kenë, po demi që ka bërë kombit. Ne kemi të gjitha fotot, të gjitha incizimet për 35 vjet. Qa kanë thënë, si thonë, çfarë bëjnë, ne kemi të gjitha. Sepse shqiptarët e duan kombi Shqipëri. Unë jam i bindur që të gjithë ju që më dëgjoni, ju nuk doni njëri tuaj të vi këtu. A doni ju të vi një indian të martohet me vajzë shqiptare? Rosot. A dua unë të martoj fëmijën tim me një vajzë afrikane? Ja. Nuk ju urrej. Ka punën e tij, shtëpinë e tij, ka vendin e tij. Ne jemi shqiptarë. Ne jemi të pari që kemi krijuar botën. Ne jemi të pari që kemi gjuhën më të vjetër në botë. Ne jemi faqebarë, të tjerët janë faqezi. Pra, edhe këtyre horrave që flasën për televizor, që bëhen si oficera, si kolonela, që thonë Amerika janë rrëzuar flamur, avionët amerikan, do t'ua them edhe atë pra të nesër, dalën për televizor, Kina është e fortë, Amerika është e dobët. Turp të kini. Vini hani bukën e Amerikës në Amerikë, po që me duat ju që ishit kapterat e Ramizit e do beshit oficerët e Amerikës, jo, aty të lani pjatat e Amerikës. Pra të punin. Pra dashur shqiptar, natën e mirë, miru pafshim nesër, e më fali, sepse unë duhet ishe larguar, po e di që nuk me lini të largohem, e njëherë natën e mirë, tini të gëzuar, jo t'i idhëruar. Ajo 3%, jo idhëruar, u karën flaka brenda në shtëpi. Natën e mirë. Falenderoj profesor, të dashur miq, shihemi në transmetimin e radhës. Faleminderit.